Kjo pyetja me Albën. Ku bo që u bë bashkë me Medanin? Ka ndodhur shumë natyrë shumë Ardan Korenica, regjisori që është këtu prezent në Medan, më ka thirrë telefon, më ka thonë që është një projekt shumë kreativ, shumë i mirë, me një mesazh shumë të mirë dhe nuk mujta pa e pranuar ofertën. A dite që kemi pas punë me Alba Vukajn ajo? Kur e morë ftesën, a ma ndej rrugës e morë vesh? Një herë e ku morën e ftesën tani ajo, që dione. Kur jemi tek Alba, çka të dëshmoj ky bashkë me ta, me një njeri që i ke nda një 80 ditë në shtëpinë e Big Brother BP Kosova, edhe që e ke pas shprehjen fillim një farë afeksionin, një farë pëlqimi për ta. Po, unë mendoj që respekti profesional mbetet edhe kur ndohen rrugë. Kjo ka qenë një dëshmi. Qysh po kalonin në xhirime backstage? Mizeviri si jeti. Mira kjo qanë. Nuk është keq, normal, kena raportet mira si shok edhe... Për krejt ata që bas se kam pas në fije shpresi këtu kohë kur ju pa në për skena bashk. No comment. E përmene, dorën zemë, nova që e muna përgjigjen. Jeni vetëm shak. Qështu nga ka metri bigut, shok. Edhe qika, që ju ma shumë, ha? Garën politik i ju ktheve për herë dytë. Sa ka gjatë që mi ju kthy edhe bigut njëjtë, me bu një big për herë dytë? E ceka shpesh sot që politika është për mua e prioriteti nëmër 1 edhe kështu do mbetet. Kur të thyrin në All Stars, mandej, mos tuj po. All Star, Big Brother nuk dihet jetës. Në cilën nga 24 përgjigjet paraprake u kallëzove ma pak i sinqert? Kjo pyetja me Albën. Okej, e kuptova, qëta. Mbetet më pa interesant ku bëjka, pas ka më po interesant, jo veç në politikë me gjas. Suksese me 28 dhjetor, 77 shilë gjykës. Merci e madhe për 25 përgjigjet tua, 25 pyetjet tona. Shumë faleminderit.